Sot në sallën e Asamblesë Komunale në Prizren, u mbajtë dëgjim publik gjinor i buxhetit të komunës së Prizrenit në praninë e përfaqësuesve të OJQ-ve të këtij qyteti si dhe drejtorët ekzekutiv të komunës. Fillimisht të fjalën e mbajti Ymer Berisha lidhur me ftesën e dëgjimit publik ftuar nga kryetari Totaj. Ta thonë përvojën e tyre në raport me politikat publike dhe vendimarrjen dhe në këtë mënyrë ne si komunë të administrojmë jo njëanshëm, por me të gjithë hisedarët e mundshëm të cilët jetojnë në komunën e Prizrenit. Sot jemi me organizatat e shoqërisë civile, ose OJQ-t, bizneset edhe me sektorin e bujqësisë. Zyrtari i lartë Lulzim Sulejmani paraqiti shifrat buxhetore duke u fokusuar lidhur me limitet e buxhetit 2027-29. Pas aprovimit në asamble, ky buxhet komunal paraqiti rastin e përmbaruesve dhe problemeve që ka komuna me buxhetin komunal. Pastaj paraqiti edhe ndarjen e mjeteve të këtij buxheti. Dy dëgjime buxhetore i kemi mbajtur, tash ky është i treti i planifikuar me OJQ-t, bizneset dhe me bujqësinë. Dhe pastaj pranojmë qarkorën e dytë buxhetore që zakonisht na vije me 15 korrik dhe fillojmë ta përgatitim buxhetin final i cili do të aprovohet në më së largu më 30 shtator të këtij viti. Pas pranimit të qarkorës parë, do të pas parasysh rrethonat të cilat ndodhet komuna e Prizrenit financiarisht dhe jo vetëm komuna e Prizrenit, por shumica e komunave të Kosovës të lashën me ekzekutimet nga përmbaruesit, me të vërtetë ka qenë sfiduese edhe për neve si drejtori, por ka qenë sfiduese edhe për drejtoritë përkatëse që ta bëjnë një buxhet që kishte me i përfshi kontratat që i kena të lidhura dhe kërkesat që do të vinë nga dëgjimet buxhetore, nga OJQ-t, nga bujqit, nga lagjet e ndryshme për ujë, kanalizim, rrugë, shkolla e kutati. Domethënë është kogja sfiduese planifikojmë në këto rrethona një buxhet që kishte me qenë i mirë, i pranueshëm dhe gjithë përfshirës për të gjitha kërkesat që i kanë qytetarët e komunës së Prizrenit. Tringa Kasame u përqendrua lidhur me buxhetimin gjinor e po ashtu ajo tha se buxheti ekzistues nuk është analizuar që një kohë dhe analiza e buxhetit gjinor. Pastaj ajo u fokusua edhe për miqenjen sociale, pastaj për mungesën e transportit urban, si dhe një varg mungesash të tjera. Miqenja sociale është e para, pastaj vijnë gjitha fushfushat tjera, po besoj që gjithë po pajtohemi. Nëse nuk e kemi miqenjen sociale, nuk na duhet as kultura, as sporti, as një gjatë tjetër. Drejtoria e arsimit e dini që gratë në masë të madhe i kemi jashtë tregut të punës, edhe para është arsyeja e para që ato rinë jashtë tregut të punës dhe nuk janë punë kërkuese është bara familjare që u bjen ndaj kujdesit ndaj fëmijëve, të moshuarve e tjera. Prej drejtorisë arsimit kishim kërkuar që të rriten numrat e qendrave të kujdesit ndaj fëmijëve në Prizren, të cilat do të kishin liruar edhe disa kategori nga pagesa e tyre. Këto janë të gjitha që po i përmendim edhe i kemi analizuar si organizohet janë gjitha direktivat të BE-s, edhe gjitha janë në konventa ndërkombëtare, kështu që janë në një farë forme detyrime. Para konventave kemi detyrim të ligjor, që edhe njerë ju bëjt kirje, ju lusë që ligjin për barazi gjinore mos ta trajtoni si një rregullore të thjeshtë, është ligj dhe kur shkelet është njëjtë si me një shkel ligje tjera, nuk ka ndonjë dallim. Nga Asamblea Komunale e Fëmijëve, Arjan Berisha, nën kryetari i Asamblesë, paraqiti disa kërkesa si siguri në shkolla dhe përfshirje të fëmijëve në vendimarrje. Kemi shumë kërkesa që burojnë nga bashkëfushatarët tanë, si shkolla më të sigurta, më shumë hapësira rekreative, aktivitete kulturore e sportive, mbështetje për shëndetin vendor dhe përfshirje më e madhe e fëmijëve në vendimarrje. Për të adresuar këto nevoja, nevojitet që të kemi bashkëpunim më të madh ne fëmijët pra me bashkëpunim të drejt për drejt me institucionet përkatëse. Për këtë arsye, kërkojmë që në buxhetin e komunës për vitin 2027 të krijohet një linjë e veçantë buxhetore për Asamblenë Komunale të Fëmijëve dhe për aktivitetet që lidhen drejt për drejt me fëmijët në vendimarrje. Kjo do të na mundsonte të organizojmë takime me fëmijët, konsultime, fushata ndërgjegjësuese dhe iniciativa që na përmirësojnë jetën tonë dhe komunitetin përreth ku ne jetojmë.
Bida Rahmani tha se edhe pas 2 vitesh kërkesë nuk arriti të siguroj mikrofon lëvizje, andaj tha se po e bojkoton këtë prezencë, por kërkesën do t'i dërgoj në forma të tjera. Pas 2 vite nuk me keni mundësu mikrofon, sepse une nuk kam zë, edhe pse e kam brejt ma herë që jeni mundu me ndreq, po është dashur me kohë, sepse janë në pyetje dëgjime publike. Unë jam këtu edhe si përfaqësues e organizatës personale me aksi kufizor, po edhe si qytetare e Prizrenit. Unë nuk jam barabar këtu. Unë jam këtu, po e bojkotoj ma tytje fjalimin, po kërkesat janë të shumta edhe do të dërgojmë mënyra të tjera për masemajlet edhe për të gjitha. Edhe një çka me shqetëson kërkesat e vitit e kaluar që kemi pas, kërkoj falje, nuk kam ma shumë zë, e kuptoj që nuk me dëgjoni, po nuk është faji jem. Se 2 vjetë e kërkoj mikrofonin, një mikrofon statik që mundet më lëviz. Fatmir Menekshe me këtë rast paraqiti dhe kërkesat e komunitetit rom. Pastaj kërkoi që të ketë një kod buxhet dhe përkthyes. Të planifikohet edhe kodi buxhetor përsëri për përkthyes, që përsëri të bashkëpunojmë që të bëjmë kërkesën tek niveli qendror dhe pastaj nëse aprovohet që të keni edhe ju linja adekuate për këtë. Edhe një kërkesë e veçantë është, domethënë, Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ose edhe zyra e kryetarit duhet të ketë një fond të veçantë, besoj, për komunitetet Pakic që dëshirojnë të festojnë ditët tradicionale, por mund të mos kenë mjete, që së paku komuna e Prizrenit jetë e gatshme, jo të jetë e varur nga subvencionimet ose nga problemet e ndryshme që mund të jenë financiare, edhe të mos mbështes një komunitet që të manifestojë ditën e tyre tradicionale. Këtyre kërkesave dhe komenteve i u përgjigj Lulzim Sulejmani, resmi e Krasniqi kërkoi kushte më të mira për shoqatën Hatër.